E di që nuk beson, po si i sigurt me najt o fërmi. As jash me najt si i sigurt. E kum një shumë herë flamur këtë fjallë. Shumë herë kum një këtë fjallë që si jem sigurt. Po, gjatë shumë mu ka do këse jem sigurt. Sa që jemi kanë batë pa dukshëm me shkaun. E kjo farë fjallë po më do këtë vetë si adet u bati qësh. Po kësa jere nuk është adet, është për një me. E në kofë që është për një me kjo. Nuk ka knaqësi më të madhe se me dek me djallë. Jam me dek afer ti. Vdekja nuk vjen kur e thërët. As nuk vjen për një sebeb, si që thë shim pleç të nërë. Vdekja vjen që atëherë bashkur menon që i e largë me vdekjen. Pra, vdekja është ma ofër se këmisha në trup. Kësa here, bab, vdekja është ma ofër se këmisha që e kemi në trup. Si sa du më kujtohet, kur am prit gjatë luftës. Na arrestuan e na burgosën. Na kanë bë tortura pej atyne maq njerëzor. E ma e rona ke kur ka ardhur Petar Petrović. Kur njën burgosnit për ta, a fillon me u dridh. Shumë hera kom pa vdekin me sytë mi. Shumë herë jam lutë me më vëra e mos me mblanë me i pa ato ditë sezë. Njeri u kur e shef vdekin ka qafer, kur nuk e arron. Nuk përdo tash me të ngarku ty me ato vojtjet e mija. Ka pas natë që jem lutë me mardë fundi. Me mda zoti pe ty në dhimbje. Po nuk u dojsha ditë as natë. E nuk u qmenda as atëherë, as tash. Njeri ju ish me i fortë se guri flamur. Edhe kur menon se s'ki me që u ma kryt në altë, Zotit len me marë fry. Edhe ta bashkon trupin dhe shpirtit. Njeri ju nuk thyhet let flamur.